Pas më shumë se 3 vite, shpërplasje ligjore Xherdan Shaqiri ka marrë lejen më në fund për të ndërtuar vilën e tij luksoze në Rheinfelden, në kantonin e Aargaut. Vendimi përfundimtar u mor nga Gjykata Administrative e Aargaut, e cila i dha dritën jeshile projektit pas ndërhyrjes së Gjykatës Federale Zvicerane. Në gusht të vitit 2022, ylli i Bazelit kishte marrë fillimisht lejen për ndërtimin e vilës, e cila vlerësohet në rreth 3 milion franga zvicerane, por kundërshtimet e disa fshinjëve e kishin bllokuar projektin. Në janar të vitit 2024, Gjykata Administrative ja kishte revokuar lejen e ndërtimit, duke detyruar Shaqirin të çojë çështjen në Gjykatën Federale. Në pranverë, Gjykata më e lartë e vendit e rrëzoi këtë vendim, duke cilësuar si të pabazuar dhe duke kërkuar rishqyrtim të çështjes. Tani Gjykata e Aargaut ka miratuar projektin, por me disa kushte, ndërto detyrimi për të vendosur perde në dritare për të reduktuar ndotjen e dritës për banorët gjatë natës. Edhe pse fshinjët fituan këtë detaj të vogël, ata konsiderohen pala humbëse pasi janë urdhëruar të paguajnë 7.777 franga për shpenzime gjyqësore, si dhe 6.600 franga Shaqirit dhe 4.125 franga komunës së Rheinfeldenit si kompensim. Shaqiri, që u rikthye te Bazeli në verën e vitit 2024, ka shkëlqyer që në sezonin e parë, duke fituar dopjetën kombëtare të trofeve në Zvicër. Ai synon ta përsërisë këtë sukses edhe këtë edicion, ndërsa me klubin Basel është aktiv në Ligën e Europës, ku të njëjtën i pret sfida me Dinamon e Bukureshtit.